Ka qenë presidenti Trump ai që ka pas sjellur idenë e një marrëveshje gjithëpërfshirëse me njohjen reciproke në qendër. Për shkak të kryenetësisë dhe kokëforcisë së zotit Kurti, kemi pa një humbje të ambicjes. Ne jemi tërësisht të papregaditur për sfidat e mëdha që po ndodhin në nivel evropian e në nivel global. E dim që marrëveshja e cila është nënshkruar nuk është zbatuar në fakt. A mundi me prit tash presion prej administratës Trump që me fillu zbatimi i saj? Pjesë të marrëveshjes së Washingtonit janë zbatuar në fakt, mirëpo çfarë kemi pasur dhe çfarë kemi parë në vazhdimsi nga qeveria e Republikës së Kosovës ka qenë një refuzim për të bashkërënduar, për të koordinuar hapat strategjik me aleatët e saj kryesor. Dua t'ju rikujtoj që ka qenë presidenti Trump ai që ka pas sjellur idenë e një marrëveshje gjithëpërfshirëse me njohjen reciproke në qendër. Dhe kjo politikë është pasuar edhe nga presidenti Biden. Mirëpo, çfarë kemi parë? Për shkak të kryenetësisë dhe kokëforcisë së zotit Kurti, kemi parë një humbje të ambicjes. Një humbje të ambicjes së aleatëve tonë për t'u marrë seriozisht me marrëveshjen finale gjithëpërfshirëse me njohjen reciproke në qendër dhe kjo ambicje është reduktuar në një menaxhim klasik të konfliktit ku i tërë përqendrimi ka qenë që të evitohet ndonjë eskalim i mundshëm. Apo thoni ju që në 2020 atëherë administrata Trump ka pritë që me u përfundimisht me u zgjidh problemi i Kosovës? Marrëveshja e Washingtonit ka qenë vetëm një hap i parë. Më shumë në funksion të krijimit të mirëbesimit mes palëve, mirëpo është e shkruar e zezë në të bardhë në letrat e presidentit Trump që synimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë një marrëveshje finale gjithëpërfshirëse me njohjen reciproke në qendër. E dim që është pas themeluar një grup prej SBA-s që ka bërë studimin e fizibilitetit për ujmanin, po që nuk është vendosur në agjendë. A mund të prit tash me u kthy në agjendë ujmani? Jo, unë nuk mund të parashikoj se çfarë planesh ka administrata Trump për Kosovën dhe për Ballkanin Perëndimor. Ende nuk kemi parë emrime në departamentin e shtetit për personat kyç dhe përgjegjës, qoftë për Evropën, qoftë për Ballkanin. Nuk kemi ende një ambasador të emruar apo të propozuar nga administrata e re Trump për Kosovën, kështu që unë mendoj që do të ishte shumë e parakoshme që të flasim për atë se çfarë idesh dhe çfarë propozimesh mund të vinë nga SBA-ja. Por pavarësisht se çfarë mund të propozoj shtëpia e bardhë, fatkeqësisht në Kosovë kemi një vakum të plotë institucional dhe fatkeqësisht Kosova nuk është gati. Për shkak të kryenetësisë së zotit Kurti, ne jemi tërësisht të papregaditur për sfidat e mëdha që po ndodhin në nivel evropian e në nivel global. Bota po ndryshon shumë, po ndryshon shpejt, dramatikisht dhe drastikisht, e ne tash 4 muaj, nesër bëhet hera e 35 që do të shkojmë në kuvend dhe nuk arrim të konstituojmë as parlamentin e Republikës Kosovës.